Profesor, pënëllëm akoma të miku juve nga Anglia, ai po ashtu, ju edhe përmendet diçka prej librit ti, kur e kanë pyet pse keni përshkruar dështimet kur neurochirurgët ose edhe mjekët e kanë egon të pagabushmit, ka thonë se kam dëshiruar që të jem sa më i sinqert, se vetëm një sinqert, në komunikim sinqert, që ose sinqert me pacientët dhe familjarët e tyre, fitohet besimi. Si është situata të ne, si përshkruani situatën të ne në këtë aspekt? Gjithmonë mjekësia nuk është një deg jashtë shoqërisë, është një deg që i takon humanizmit. Pra, si që janë shkencat humane, është edhe mjekësia, është pjesë, nuk është matematik mjekësia. Edhe kur bën zgjedhjen për të bërë mjek, nuk mund të futesh në degën që studion matematikën. Është tjetër gjë. Kështu që ai, thash, unë kam u bën me te gati mbi 15 vjet, gati që edhe kam përkthy ato librat e tij, pikërisht për të njohur komunitetin ton të mjekëve, por ai ka dalë jashtë mjekëve, sepse është në atë që quhet shkencë popullore. Pra prandaj është bërë libër bestseller ndërkombëtar, sepse ka pas një eko të madhe në njerëzit e zakonshëm. Për të kuptuar, si të thush, situatën edhe të pacientit, po për të kuptuar edhe si ndjehet mjeku me pacientin, kur pëson dështimin, kur pëson komplikacionin, kur pëson këtë, sepse suksesi është shumë i kollajshëm për t'u ekspozuar edhe për të, si thush, nga një herë është nga vaniteti, nga një herë është për të përgdhel atë që e ka normale njeriu, për të përgdhel atë egon e vet. Por kjo nuk duhet kaloj kufirin e, si të thush, që të bëhet e dëmshme për tjetrin. Kirurgi mirë është ai që din ku ndalon, jo ai që hecën përpara. S'është ashtu.